Sa keni qenë në edhe janë 20 herë. 20 herë. Ku shkuat për herë të parë? Në 2007 kam shku për herë të parë edhe jam zgjedhur mësuesja më e mirë e Kuranit në Trojet shqiptare, sepse edhe jam femra e parë që kam kry medresen, që jam blu e tjera, ata ma kanë vlerësu edhe kam marrë medaljen e artë kur ka qenë president. Prandaj, une e shoh Iranin në një mënyrë ndryshe, mirë po, edhe në gjykati kam thënë, po, masi atë shumë keni dyshu të unë që unë kam lidhjet politike që unë e mendoj me kriju një shtet islamik në Kosovë, atër pse më keni leju me shku në Iran 20 herë. Pra nuk e kemi, unë për veti nuk e kam me rëndësi a bizotron një fe apo një ideologji me një vend, sa e kam me rëndësi sa ka drejtësi në atë vend. Pra, nëse ka drejtësi, atër edhe namazi im bëhet kabul. Nisoj si kurse profeti Muhammed shkon para Qabes, edhe i thotoj Qabe, për mua është më i shejt një shpirt i njeriut se sa një gur i yti. Që do me thonë, mos e shejtroni gurt e Qabës, me shku me preke, me mendu se ke kry një pun shumë të madhe, gjerisa ti bën pa drejtësi në familjarët e tu, në shoqërinë tënde dhe në tërë botën, sepse nuk ja vlem t'i themi vetit njeri, nëse na nuk brengosemi për problemet generale të shoqërisë, sepse vetë profeti na mëson, njerëzit, muslimanët, njerëzit janë si gjymtyrët e trupit. Nëse të dhem një gjymtyr, komplet trupi e ndihen dhimbjen.